Me emër të Allahut, mëshirues dhe përditshtar i madh. Elif Lam Mim. Elif Lam Mim. Kjo është shpalja e librit e Kuranit, në të cilin nuk ka asnjë dyshim se është shpalja nga Zoti i botëve. Allahu i lartësuar na njofton se ky libër i madhërisht është shpalja e zbritur prej Zotit të botëve, i cili kujdeset për njerëzit me mirësitë e tij. Nuk ka dyshim se ndër me të mëdhat mirësi që ai u ka dhënë njerëzve është edhe ky libër, sepse ai ka gjithçka që rregullon gjendjen e njerëzve, që përkryen moralin dhe virtytet e tyre. Një mirësi shumë e madhe është edhe fakti që ky libër të falë sigurinë e plot për çdo çështje dhe e shëron robën nga çdo dyshim e pasiguri. Nuk ka dyshim se ai është shpalja e Zotit të botëve dhe çdo gjë në të është e vërtetë e sigurt dhe të shëron çdo pasiguri e paqartësi. Megjithatë, ata që duan vetëm ujimin e profetëve dhe janë të mbushur me padrejtësi dhe që ndjekin padrejtësinë thonë duke gënjur se Kurani është një shpikje që Muhamedi e ka trilluar nga mendja e vet. Kjo është nga format më të poshtra për të mohuar fjalën e Zotit, krijuesit të plotfuqishëm të gjithditur. Secila nga këto edhe e vetme do të ishte shumë e rëndë dhe e ndeshkueshme. Allahu i lartësuar, duke hedhur poshtë fjalën e atyre që thonë se ishte Muhamedi ai që e shpiku Kuranin nga mendja e vet, thotë: shpalja e këtij libri, për të cilin s'ka dyshim, është nga Zoti i gjithësisë. U tefsiru sure Sejde, ajeti. E ata thonë, ai Muhamedi e ka filluar atë. Jo, ajo është e vërteta nga Zoti yt për ta paralajmëruar popullin, të cilit para te nuk i ka ardhur kurfar paralajmëruesi që të shkojnë në rrugë të drejtë. Apo ata thonë, ai Muhamedi e ka trilluar atë, Kur'anin. Me lart tha, ai është e vërteta e sigurt dhe e padiskutueshme, që këta nuk mund t'i afrohen dhe të ngatërohen me të, sepse ai është shpalja e atij që është i urtë, që çdo gjë vendos në vendin e vet, shpalja e atij që është i lavdëruar në emrat, cilësitë dhe veprat e tij. Kurani është, jo, ai është e vërteta, e sigurt e shpallur prej Zotit tënd, që ai e zbriti si mëshirë për robërit. Ai e zbriti atë, gjithashtu, që të mund t'i tërheqësh vërejtjen një populli, të cilët nuk e erdhi ndonjë qortues para teje, e zbriti në një kohë kur njerëzit me së shumti kishin nevojë për profete shpalje nga Zoti. E zbriti në një kohë kur njerëzit ishin të zhytur dhe të përhumbur në errësirat e thella të mosbesimit të idhujtarisë, në terrin e padrejtësie dhe mungesën e këshilluese dhe të udhërfyese. Allah ta zbriti këtë libër, o Muhammed, që ata të mund të gjejnë rrugën e drejtë, që ata të gjejnë rrugën për të shpëtuar nga humbja, që të njohin të vërtetën e ta përqafojnë atë. Të gjitha këto cilësi tregojnë se sa i pavërtet dhe i pavend është pretendimi i tyre i shëmtuar. Në fakt, ato duhet të bënin që ata ta besojnë këtë libër plotësisht, duke pohuar dhe besuar gjithçka që Zoti ka sjellë në të. Së pari, përmendet fakti se ky libër është shpalja e Zotit të botëve. Ai është e vërteta, e sigurt dhe e padiskutueshme, që duhet të pranohet, sepse në të nuk ka asnjë dyshim e paqartësi në asnjë aspekt. Në këtë libër nuk ka asgjë që të sjellë pasiguri dhe dyshim. Ai nuk ka ndonjë lojë që të mos përkojë me realitetin dhe të vërtetën. Edhe kuptimet dhe kumtet e tij janë të qarta dhe të shpjeguara plotësisht. Njerëzit kanë nevojë të domosdoshme për profetët dhe shpaljet e Zotit, sepse në to do të gjejnë udhëzimin drejt çdo të mire dhe lumturie. Perëndia është ai që ka krijuar qiellin dhe tokën dhe çdo gjë që gjendet në mes tyre, për 6 ditë periudha kohore, dhe e ka bizotëruar gjithësinë Arshin. Ju, nuk keni, posti, ndihmës as ndërmjetësues, e vallë, a nuk po mendoni? Allahu i madhëruar na tregon për pushtetin e tij të plot mbi krijesat. Është Allahu ai që krijoi qiellin, tokën dhe gjithçka që gjendet ndërmjet tyre brenda 6 ditësh. Dita e parë ishte dita e diel dhe dita e fundit ishte dita e gjuma. Ai e krijoi gjithçka për 6 ditë edhe pse është i plotfuqishëm për ta krijuar në një çast të vetëm. Por Allahu i lartësuar është Rafik, i butë i mëshirshëm dhe Hakim, i urtë e pastaj u ngrit. E qëndroi mbi Arsh. Arshi është krijesa më e lartë që qëndron mbi të gjithë krijimin e Zotit. Ai u lartësua dhe qëndroi mbi Arsh ashtu siç i shkon madhështisë së tij. Ju nuk keni asnjë tjetër përveç atij, që t'ju mbrojë ose të ndërmjetësoj për ju. Askush përveç tij nuk mund t'ju ndihmojë dhe kujdeset për ju çështjet tuaja për t'ju sjellë atë që ju bën dobi. Përveç tij ju nuk mund të gjeni asnjë ndërmjetësues që të ndërhyjë për ju dhe t'ju shpëtojë nga dënimi. Vallë, a nuk mendoni? A nuk e kujtoni këtë fakt? Për çuditse a nuk po i kujtoni këto fakte dhe të krijoni bindjen e plot se krijuesi i tokës dhe i qiellve, ai që u lartësua dhe qëndroi mbi Arshin madhështor, ai i cili është i vetmi që kujdeset për ju dhe rregullon veprat tuaja, ai në dorë të cilit është i gjithë shefajeti ndërmjetësimi, ai është duhet të jetë i vetmi që i meriton të gjitha llojet e adhurimit nga krijesat e tij. Ai udhëheq të gjitha gjërat prej qiellit deri në tokë, atëherë kthehen tek ai në ditën, gjatësia së cilës është 1000 vjet sipas llogaritjes suaj në këtë botë. Ai drejton të gjitha çështjet e të gjitha krijesave që nga qielli e deri në tokë.
Ai ka në dorë të gjitha ligjet, si ato të krijimit, ashtu edhe vendosjen e ligjeve të fesë dhe besimit. Ai rregullon të gjitha çështjet në këtë gjësi dhe kujdeset për krijimin e tij. Ligji dhe urdhresat zbesin nga qielli nga ai që është mbreti, sunduesi i plotfuqishëm drejt tokës. Me këtë urdhresë ai lumturon këtë dëshiron, pasuron e varfëron, krenon e nishtron, dëron e poshtëron, i ngre disa njerëz dhe i ull të tjerë dhe e zbret riskun e tij. Në fund, të gjitha çështjet ngjiten tek ai në një ditë, gjatësia e së cilës është sa 1000 vjet, sipas llogaritjes suaj. Çdo çështje e urdhër për krijesat ashtu siç zbret prej tij, ashtu edhe ngjitet tek ai bindja ose mosbindja e krijesave. Kështu, çdo gjë që ndodh në këtë dynja, si bindja e bindurve ashtu edhe mohimi i mohuzve ngjitet e paraqitet tek Zoti. Veprat e tyre ngjiten tek ai në qast edhe pse kjo do të zgjaste 1000 vjet sipas llogarisë son, Allahu i ngjit veprat e robërve në qast. Imam Ibn Kathiri, në shpjegimin e këtij ajeti thotë, ka thënë Mujahidi, Katadja dhe Dahaku se zbritja e melekut me çështjet dhe urdhrat e Zotit bëhet nga një distancë e largët sa 500 vjet dhe ngjitja e tij po kështu është një distancë e largët sa 500 vjet, por ai e kalon atë distancën 1000 vjeçare në qast sa një pulitje e syve. Prandaj lartësuari tha, të gjitha çështjet ngjiten te ai në ditë, gjatësia e së cilës është sa 1000 vjet, sipas llogaritjes suaj. Ai është ditë si gjërave të padukshme dhe të dukshme, i plotfuqishëm dhe mëshirues. Ai është i gjestituri për gjithçka, të fshehtë apo të dukshme, ngallimtari, mëshirëploti. Ai i cili krijoi ato krijesa madhështore, u lartësua e qëndroi mbi arshin madhështor dhe kujdes vetë për çështjet e krijimit të tij, është i gjestituri për gjithçka, të fshehtë apo të dukshme, ngallimtari, mëshirëploti. Të gjitha këto krijesa ai sollin në ekzistencë me diturinë e tij të gjerë, me fuqinë e tij të plotë dhe absolute dhe me mëshirën e tij gjithëpërfshirëse. Gjithashtu vendosin e to dobi të shumta dhe gjithçka që është domosdoshmëri për krijesat. Ai nuk e ka as pak të vështirë kujdesin për krijimin e tij, i cili e ka bërë të mirë çdo gjë që ka krijuar dhe ka filluar krijimin e njerëzit prej balte. Është ai i cili e përsosi gjithçka që ka krijuar, Allahu i madhruar e përsosi gjithçka që ka krijuar. Çdo krijesë ai ka dhënë atë që i përshtatet. Ky është një përshkrim i përgjithshëm i krijesave. Pastaj ai flet për njeriu në veçantë, për vetrëndsinë dhe vlerën e tij të madhe dhe që krijimin e njeriu të fillojë nga balta. Kështu e krijoi Allahu Ademin atë, babain e gjithë njerëzimit. E pastaj ka bërë që pasardhësit e tij të krijohen prej një rrjedhje të dobët të ujit spemës. Dhe i bëri pasardhësit e tij prej një pike uji të përbuzur. Kështu e bëri Zoti që të shumohen lloj njerëzor përmes kësaj mënyre dhe atij uji që hidhet furishëm në barkun e nënës, ai uji i çmuar nga njerëzit. Pastaj e ka krijuar atë njeriun dhe i ka dhënë gjallëri me frymëzimin e tij. Ai ju ka dhënë të dëgjuarit, të pamurit dhe të menduarit, e sa pak prej jush jeni mirënjohës. Por ai e formësoi atë plotësisht në barkun e nënës, pastaj e bëri një krijesë të plotë me mish, kocka, nera, damar e gjithçka tjetër. Ai e përkreu krijimin e njerëzit. Çdo gjymtyre e vendosi në vendin e vet, pikërisht atje ku duhet. Pastaj dhe i fryu prej shpirtit të krijuar prej tij. Kështu Zoti dërgon një melek që i frye shpirtin dhe kjo krijesë kthehet me lejen e Allahut në një gjallësë me shpirt. Është ai që ju pajisi me dëgjim, me shikim dhe me zemër. Kështu, dalin ngadalë ai kompleton mirësitë tuaja. Është ai që ju jep aftësinë për të parë dhe për të dëgjuar. Ai ju jep edhe aftësinë për të logjikuar dhe ndjer me zemër. Por ju shumë pak falenderoni. Shumë pak po jeni mirënjohës për atë që ju krijoi e formësoi me të bukur formë krijim. Dhe ata thonë, vallë, pasi të humbasim në tokë, përsëri do të ngjallemi. Dhe ata nuk besojnë se do të takohen me Zotin e tyre. Ata thonë, çfarë? Pasi të tretimi e humbasim në tokë, a thua ne do të krijuani rishtazi? Edhe pasi të jemi tretur e të jemi shpërbërë tërësisht dhe të jemi shpërndarë në për tokë e në për vendet e largëta që nuk i di kush, ne do të rikthehemi në një krijim të ri. Me këto fjalë ata pretendojnë se kjo ishte diçka shumë e largët dhe e pamundur. Kështu mendonin ata të mirë sepse mendojnë fuqinë e Zotit si fuqinë e tyre duke bërë këtë krahasim të ulët. Kjo pyetje që ata bën nuk ishte për të gjetur të vërtetën, por ishte një pyetje e padrejtë që nënkuptonte të pavërtetën dhe mohimin e besimit të ringjalljes. Kështu ata e mohojnë takimin me Zotin dhe ringjalljen para tij. Prandaj Allahu thot për ta, por ata mohojnë takimin me Zotin e tyre. Dihet mirë nga çfarë buron dhe çfarë synon kjo pyetje. Kështu, nëse qëllimi i tyre do të ishte qartësimi i së vërtetës, argumentet e Zotit janë të tilla që e qartësojnë këtë çështje plotësisht dhe e bëjnë aq të qartë, sa të duket sikur e sheh me sytë e ballit, ashtu siç e sheh diellin që së ëndrit. A nuk u mjafton atyre si argument fakti që Zoti krijoi ata nga hiçi, kur nuk ekzistojnë? Duhet ta dinë që rikrijimi nga mbetuinat në tokë është më i thjeshtë se sa fillimi nga hiçi.
Pastaj, a nuk e shohin ata tokën e shkretë se si merje të gjallërohet pasin e të bie shiu? A nuk e shohin se si mbinë të ato fara që me parë qëndronin të fshehura në tokë? Pua ju, do t'ju me shpirtin e ngjëllit i vdekjes, i cili është caktuar për ju, e pastaj do të ktheheni te Zoti juaj. Puaj ka për t'ju marrë shpirtrat me leku i vdekjes, që është caktuar për ju. Ai është një melek që Zoti e ka ngarkuar me detyrën për të marrë shpirtrat. Ai ka edhe melek të tjerë së bashku me të sendimitar në këtë mision e pastaj, te Zoti juaj do të ktheheni të gjithë. Atëherë ai do t'ju shpërblej për veprat tuaja. Ju që e morni ringjalljen, prisni të shihni çdo të bëhet me ju. Pasi përmendi faktin se ata do të kthehen tek ai në ditën e gjykimit kiametit, vijon të përmendi se si do të jetë gjendja e tyre kur të qëndrojnë para Zotit. Ai thotë: sikur t'i shohësh mëkatarët se si para Zotit e tyre kokurur thonë: O Zoti ynë, pam dhe dëgjuam, andaj kthena që të punojmë veprat e mira. Na, me të vërtetë, me ngumëri besojmë. Veç sikur t'i shohësh mëkatarët kur ditën e gjykimit, kokurur para Zotit e tyre, do të thonë: O Zoti ynë, tani pam dhe dëgjuam, na kthej edhe një herë. Në dyna që të bëjmë veprat e mira. Tani ne jemi tërësisht të bindur. Këtu bëhet fjalë për ata keqbërës e gjëna qarë që vazhdojnë në gjënahet e mëdha. Allahu i madhruar na përmend se ata do të qëndrojnë kokurur para Zotit e tyre, do të qëndrojnë të përulur, të poshtruar dhe në çmë. Tashmë i kanë pranuar dhe pohuar pa drejtësitë që kanë bërë dhe luten që Zoti t'i kthejë edhe një herë në këtë dynja. Ata thonë: O Zoti ynë, tani pam dhe dëgjuam, na kthej edhe një herë në dynja që të bëjmë veprat e mira. Tani ne jemi tërësisht të bindur. Tashmë çdo gjë është shumë e qartë dhe e dukshme për ne sepse çdo gjë e shohim me sytë e ballit. Tani ne jemi tërësisht të sigurt se ajo që e mornim është e vërtetë. Nëse do t'i shikoj ata në këtë gjendje dhe në kohën kur lutën për të kthyer edhe një herë në dynja, do të shikojë tmerr të madh në sy. Gjithë ata njerëz të dëshpëruar në atë gjendje të tmerrshme të pashpresë që lutën dhe lutja e tyre kur nuk ka për të gjetur përgjigje. Tashmë ka kaluar koha kur mund të reflektojnë dhe të ndryshojnë. Sot nuk është dita e afatizimit, por është dita e shpërblimit ose ndëshkimit me drejtësi. E gjithë kjo ndodh me caktimin dhe urdhërin e Zotit. Allahu e pati caktuar që t'i lërë ata të lirë të zgjedhin dhe ata zgjodhen kufrin dhe poshtërsitë. Çdo gjë ndodh me lejen e Zotit dhe caktimin e Tij të drejtë dhe të urtë. Prandaj dhe tha: sikur ne të donim, do t'i japnim çdo personi udhëzimin e tij, por kjo është fjala ime e vërtetë, me të vërtetë do ta mbush xhenemimin me gjinde dhe njerëz bashkërisht. Sikur të kishim dashur, çdo kujt do t'i kishim dhënë udhëzimin e plot. Nëse do të dëshironte Zoti, mund t'i bënte të gjithë njerëzit që të besonin dhe do t'i bashkonte që të gjithë me udhën e drejtë. Kjo është e thjeshtë për Allahun dhe plotësisht e mundur. Por urtësia e Allahut kërkon që jo të gjithë të pranojnë besimin dhe udhëzimin e plotë të Zotit. Prandaj dhe tha: por fjala ime do të vërtetohet, do ta mbush xhenemimin me gjinde njerëz së bashku. Kjo është diçka e pashmangshme dhe fjalën dhe vendimin e të urtit askush nuk mund ta ndryshojë. Ai vendosi dhe tha: do ta mbush xhenemimin me gjinde njerëz së bashku. Kjo është diçka që do të ndodhë patjetër dhe po kështu do të ndodhin edhe ato gjendje dhe shkaqe që ja bëjnë të meritueshëm dëshkimin e tyre dhe këtë vendim të Zotit për ta. Shijoni dënimin, nga sa e keni haruar takimin e kësaj dite. Në të vërtetë, ne ju kemi braktisur dhe shijoni dënimin e përhershëm për atë që keni punuar. Atëherë, shijoni dënimin sepse ju e harua takimin e kësaj dite. Me Allahun e madhruar. Ja, këto fjalë torturuese u thuan keqbërësve të cilët i kanë mbuluar e pushtuar tërësisht poshtërimi dhe kërkojnë me dëshpërim për të ndryshuar dhe rregulluar atë që e prishën. Tashmë ka kaluar koha kur njeriu mund të reflektojë dhe të ndryshojë. Tashmë ka mbetur vetë dënimi i Zotit, prandaj shijojeni dënimin e dëmshëm për shkak se e haruat këtë ditë. Ju e haruat dhe i kthyet shpinën me vetëdije kësaj dite, duke mos punuar për të. E lat veten tuaj të zhytet dhe ta harroj këtë ditë, a thua se ajo vërtet nuk ishte për të ardhur kur. Ju jetuat dhe u shfrynuat në jetën e dynjas sikur nuk do të ringjalleshit në ditën e takimit me Zotin, prandaj edhe ne do t'ju harrojmë ju, kështu do t'ju lëm në atë ndeshkim dhe dhimbje, si shpërblim për harresën dhe shpërfiljen tuaj të kësaj dite. Shpërblimi jepet sipas llojit të punës. Ashtu sikur se e haruat dhe e shpërfillet këtë ditë, ashtu do të lijeni në harresë dhe do të shpërfilleni në dënimin e dëmshëm. Ndaj shijojeni dënimin e përjetshëm. Ky dënim tashmë do të jetë i pandërprerë. Nëse dënimi ka një afat të caktuar, kjo sikur i alitson dhimbjen të dënuarit. Por dënimi i xhenemit, Allahu na ruaj prej tij. Ne të nuk mund të gjesh reati dhe lehtësim dhe as ndërprerje për shkak të veprave tuaja të keqija. Këtë merituat me veprat tuaja, pra me kufrin, kalimin e kufijve dhe mosbindjen ndaj Allahut. Allahu i lartësuar pasi përmendi mohuesit e shenjave dhe argumenteve të tij dhe dënimit që ka përgatitur për ta,
vijan të përmendet besimtarët duke përmendur cilësitë dhe përshkrimet e tyre si dhe shpërblimet që përgatiti për ta. Ai thotë: ajetet tona i besojnë vetëm ata të cilët kur të këshillohen me to, binë në sejdë, dhe të cilët e madhrojnë Zotin e tyre duke iu falendëruar atij, dhe të cilët nuk bëhen mendjemdhej. Argumentet tona i besojnë vetëm ata të cilët kur u lexohen ato, si këshill, bien me fytyrë për tokë dhe e madhrojnë dhe lavdërojnë Zotin e tyre me tesbih dhe kur nuk tregohen kryenesh. Ja, këta janë ata që kanë iman të vërtet dhe të plot, iman që shoqërohet me punë të mira treguese të imanit të zemrës. Këta janë ata të cilët, kur u lexohen ato si këshill, bien me fytyra për tokë dhe e madhrojnë dhe lavdërojnë Zotin e tyre me tesbih. Kur atyre u lexohen ajetet e Kuranit dhe u vijnë këshillat e Zotit përmes profetëve që të marrin mësim, të nështrohen e të adhurojnë Zotin, ata i dëgjojnë me shumë kujdes si pranojnë dhe nështrojnë për t'i zbatuar. Aq i sinqert dhe i vërtet është ky nënshtrim dhe përkushtim, saqë shfaqet aptazje kur ata bien me fytyra për tokë dhe e madhrojnë dhe lavdërojnë Zotin e tyre me tesbih. Kështu ata tregojnë përmirësinë e nështrimit ndaj urrejsave të Zotit, respektimin e madhrimin për Allahun dhe gëzimin dhe kënaqësinë që ndjejnë me njohurinë dhe diturinë që kanë për Zotin dhe rreth Zotit të Madhërisëm. Aq e thellë është njohuria dhe dituria për Zotin saqë ata kur nuk tregohen kryeneq. Ata kur nuk i sheh që të tregohen kryeneqe e mendjemdhej, as me zemrat e tyre, as me trupin e tyre, dhe as të heqin dorë nga bindja ndaj Zotit. Madje i sheh modest, të thjeshtë të përulur, thjesht si kjo që u rjen nxitet prej ajeteve dhe argumenteve të Zotit. Ata i dorëzohen tërësisht Allahut duke jetuar sipas atyre ajeteve dhe të gjithë këtë bëjnë me gjokë të zgjeruar dhe plot kënaqësi. Me këtë dorëzim në nështrim të plot ata arrin të kënaqin Zotin mëshirëplot dhe kështu dalin faqe bardhë duke gjetur udhëzimin e plot në rrugën e drejtë. Pjesë të trupit të tyre ngriten nga shtrati për t'u falur, i luten Zotit të tyre duke druajtur dhe shpresuar dhe japin lëmoshën nga ajo që u kemi dhe ne. Trupat e tyre largohen prej dyshekjeve e qëndrojnë në këmbë e në sejdë duke iu lutur Zotit të tyre me frikë dhe me shpresë për dashurinë dhe mëshirën e tij. Trupat e tyre nuk gjejnë rehat në dyshekun e ngrohtë sepse kanë malë për diçka shumë më të këndshme, të rehatshme, namazin natës dhe atë bisedë aq lumturuese dhe qetësuese me Zotin e tyre të lartësuar. Prandaj tha, e qëndrojnë në këmbë në sejdë duke iu lutur Zotit të tyre me frikë dhe me shpresë për dashurinë dhe mëshirën e tij. I lutën atij për çdo të mirë të besimit dhe të fesë, për mirësitë e dynjasi dhe për t'i shpëtuar dhe ruajtur ata nga ligësitë dhe fatkeqësitë në ato dy drejtime. Ata i lutën Zotit të mbushur nga dy ndjenja të mrekullueshme pikë me frikë dhe me shpresë. Ata bashkojnë mes këtyre dy përshkrimeve. Ata janë të frikësuar sepse veprat e tyre mund t'u refuzohen, por edhe me shpresë të madhe që Zoti t'ua pranojë dhe t'i shpërblej për to. Ata i frikësohen dënimit e Allahut dhe shpresojnë shpërblimin dhe sevapin e tij dhe nga ajo që u kemi dhënë, ata japin. Ja, edhe një përshkrim tjetër i këtyre fatumve, nga pasuria që Zoti u ka dhënë, qoftë e pakët apo e shumtë, ata japin për hir të tij. Vërej me kujdes. Nuk ka përmendur masën se sa japin dhe se kujt ja japin për të qenë sa më gjithëpërfshirëse dhe sa më përgjithësuese. Kështu në këtë bëjmë pjesë si shpenzimet e detyrueshme, si zakati, kompensimet, shpenzimet e detyrueshme për gruan, të afërmit, ashtu edhe shpenzimet e pëlqyeshme vullnetare, si të gjitha shpenzimet në rrugët e shumta të mirësive. Shpenzimet dhe bamirësia financiare është mirësi e madhe dhe një mënyrë për të përfituar sevapet e shumta, pavarësisht a jepet të pasurit apo të varfërit, të afërmit apo të largëtit. Por sigurisht që shpërblimi ndryshon e varësi të dobisë që njeriu ofron dhe u mundson të tjerëve me pasurinë e tij. Ja, këto janë veprat e këtyre të zgjedhurve dhe përshkrimi i tyre. Ndërsa për sa i përket shpërblimit të tyre, Allahu i Madhruar thotë: askush nuk di se çfarë gëzime të fshehta janë për ta, shpërblimi për atë që kanë punuar. Askush nuk di për atë kënaqësi të zemrës e të shpirtit që u është caktuar atyre si shpërblim për veprat e tyre të mira. Në dyna, kjo përfshin të gjitha shpirtrat e krijesave. Kuptimi është askush prej krijesave nuk e di për atë kënaqësi të zemrës e të shpirtit që u është caktuar atyre si shpërblim për veprat e tyre të mira në dynja. Nuk e din se si janë mirësitë e shumta dhe kënaqësitë e pafundta atyre fatlumëve. Askush nuk mund ta përshkruajë gëzimin dhe lumturinë, kënaqësinë dhe qetësinë e tyre. Siç ka thënë profeti i Allahut në hadithin që transmeton nga Zoti i tij, kam përgatitur për robërit e mi atë që syri nuk e ka parë, veshi nuk e ka dëgjuar dhe zemra e robit kur nuk e ka menduar dhe përfituar. Edhe këta Allahu i ladëruar i shpërbleu sipas llojit të veprave të tyre. Nuk e qenë se ata faleshin natën dhe luteshin duke i fshehur veprat, Allahu i shpërbleu me shpërblime që askush nuk i ka parë dhe dëgjuar. Prandaj edhe tha, si shpërblim për veprat e tyre të mira në dynja. Vallë, a është njësoj si besimtari si mëkatari?
Jo, ata nuk janë të barabartë. Allahu i madhëruar na tërheq vëmendjen që ta vëmë në përdorim logjikën e pastër, që të bëj dallimin mes gjërave të kundërta dhe të gjykoj drejt për të bërë zgjedhjen e dur. Urtësia e kërkon që të mos parazojmë mes gjërave të kundërta. Atëherë, është, vallë, besimtari, një lloj si ai jashtë rrugës. Sa adhurimet dhe bindjes ndaj Allahut. Besimtari e ka ndërtuar dhe mbushur zemrën e tij me iman dhe e ka nështruar të gjithë qenjen e tij për të zbatuar sheriatin e Zotit në jetën e tij. Duke qenë se imani i tij ishte i pastër dhe i vërtetë i sinqertë, atëherë ai la gjurmët e veta në veprat e robit. Kështu ky besimtar kur nuk u afrohet veprave që zemërojnë Allahun dhe që bien ndesh me imanin e tij. Ndërsa fasik është ai i cili ka dëmtuar dhe prishur zemrën e tij. Ajo zemër nuk është ndërtuar me iman. Besimin e Zotit nuk ndikon dhe as që ka vend në atë zemër. Duke qenë se në zemrën e tij nuk ka iman të pastër, të vërtetë, të sigurt dhe të sinqertë, atëherë kjo do të shfaqet dhe do të lërë gjumë edhe në veprat e tij. Trupi i tij nështrohet ignorancës dhe padrejtësisë dhe nuk e sheh për gjë që të bëjë çdo lloj gjinohu dhe ligëse që bien ndesh me imanin e Zotit. Kështu, ky njeri ende shumë larg bindjes ndaj Zotit. Prandaj quhet fasik, pra që ka dalë nga kufit e vendosura nga Zoti. Allahu i lartësuar na drejton një pyetje dhe na bën që të mendojmë me kujdes, a janë një lloj këta dy grupe ose këto dy lloj njerëzish? Përgjigjia sigurisht është jo. Këta kursesi nuk mund të jenë të barabartë. Si nga ana logjike ashtu edhe nga ana fetare dhe sipas gjykimit të sheriatit, këto dy lloje nuk mund të kenë të njëjtën gjykim. Ashtu siç nuk janë një lloj nata me ditën, drita me errësirën, po kështu nuk mund të jenë një lloj trajtimi i këtyre dy llojeve në dynja dhe në ahiretsi dhe shpërblimi që do marrin nga Zoti. Ata që kanë besuar dhe punuar veprat e mira, për ta janë kopshtet e xhenetit me ova, të përgatitur për atë që kanë punuar. Për sa u përket atyre që besuan dhe bën veprat e mira, ata i pret xheneti, këta besojnë sinqerisht dhe në mënyrë korrekte dhe bën punë të mira, qofshin farze, qofshin të pëlqyeshme e vullnetare. Për këta Allahu i lartësuar ka përgatitur xhenetin e mirësive. Ai është vendi ku janë mbledhur të gjitha kënaqësitë dhe mirësitë, është vendi i kënaqësisë së zemrave e shpirtrave, vendi i përjetësisë ku do të lumturohen pranë Mbretit të madhëruar, të vetmit të adhuruar me merit. Ata do të kënaqen me afërsinë pranë Tij, duke parë fytyrën e Tij dhe duke dëgjuar fjalën e Tij. Si shpërblim për veprat e tyre të mira. Të gjitha këto mirësi janë si mikpritje e shpërblim për atë që kanë punuar. Ishin këto punë të mira që Zoti me bujarin dhe urtësinë e Tij i usoi dhe u bërit e mundur t'i bënin, të cilat u bën shkak që ata të jenë mes atyre kënaqësie dhe atyre vendpanimeve të larta dhe të shtrenjta. Ato janë kënaqësi dhe vendet që kur nuk mund të blihen me asnjë lloj pasurie të kësaj dynjaje dhe as mund të rrëmbehen nëpërmjet ushtrive dhe forcerisht dhe as nëpërmjet fëmijëve, pasardhësve dhe pasuesve të shumtë. Madje as edhe sikur të japësh shpirtin dhe jetën si këmbim për to. Atyre kënaqësive as që mund t'u afrohesh përmes pasurive të kësaj dynjaje. E vetmja rrugë e mundësi është imani i saktë e i sigurt dhe veprat e mira sipas këtij imani. E ata që kanë bërë keq, vendbanimi i tyre është zjarri. Sa herë që duan të dalin nga ai zjarri, do të kthehen atë dhe do t'u thuhet, shijoni dënimin e zjarrit, të cilin e keni përgjigjëstruar. Ndërsa ata që kaluan çdo kufi, vendbanimi i tyre është zjarri. Vendqëndrimi i tyre i përhershëm është zjarri, atje ku janë mbledhur të gjitha dhimbjet dhe ndëshkimet, çdo dëshpërim dhe vuajtje. Atyre nuk ka për t'ju zrogëluar dënimi asnjë çast. Sa herë që përpiqen të dalin nga ai, kthehen në të. Sa herë që mendojnë për të gjetur ndonjë rrugëdalje sepse dhimbja e ndëshkimit ka arritur kulmin, ata rikthehen sërish në dënim dhe kështu largohet prej tyre ajo shpresë për çlirim dhe dëshpërimi e dhimbja. U kthehet edhe më e fortë dhe u thuhet, shijojeni dënimin e zjarrit, që ju e konsideronit gënjeshtër. Ky është dënimi i zjarrit ku do të jetë vendqëndrimi i tyre i përhershëm. Ndërsa dënimi që është para këtij dënimi është dënimi i jetës së varrit për Zot. Kjo është përmendur në fjalën e Tij kur thotë: "Dhe ne do të bëjmë që të shijojnë dënimin e kësaj jete para atij dënimit të madh për t'u penduar ata." Ne do t'i bëjmë ata që të shijojnë një pjesë prej dënimit më të afërt para dënimit të madh. Në zjarr me qëllim që të mund të pendohen dhe të tërhiqen prej të këqijave. Këtyre fasikëve që mohojnë dhe refuzojnë besimin e drejtë, kemi për t'u dhënë një pjesë prej ndëshkimeve të përshpejtuara para dënimit në zjarr. Ndër këto dënime të përshpejtuara janë edhe ndëshkimet e jetës së varrit për Zot. Kështu ata do të shijojnë një pjesë prej ndëshkimit në jetën e varrit. Disa përjetojnë ndëshkime që para se të vdesin e të kalojnë në jetën e varrit. Kështu pse mund të ndeshkohen me vrasje e vuajtje, siç ndodhi lujtarëve me Kas, ku vranë dhe u sharosën në luftën e Bedrit. Herë të tjera u jepet vuajtje e madhe në momentin e vdekjes siç thot Allah,
sikur të shije keqpërësit kur janë në agonit e vdekjes, ndërsa me leket kanë shtrirë duart e veta e u thonë, jepeni shpirti. Tani do të vuani dënimin poshtrues sepse ju thoshit e pavërteta për Allahun dhe ndaj shenjave të tij tregoheshit kryeneq. Elenam 93. Pastaj ky dënim paraprak vazhdon në jetën e varrit. Ky ajet është ndër argumentet që flasin dhe tregojnë për vërtetësinë e dënimit në varr. Ky ajet është argumenti i qartë për këtë. Për këtë çështje, Allahu thotë, ne do t'i bëjmë ata që të shijojnë një pjesë prej dënimit më të afërt, para dënimit të madh në zjarr. Kjo tregon se ata do të përjetojnë një pjesë të dënimit që ai e quan të afërt, para dënimit të madh që do të jetë dënimi në zjarrin e xhenemit. Siç e përmendëm, dënimi i afërt para dënimit të madh mund t'u jepet. Një para vdekjes, pra në jetën e kësaj dynjaje, dy gjatë vdekjes dhe 3 gjatë jetës së barzahut. Në ajet përmendet se Allahu u jep një pjesë të këtij dënimi të afërt që para vdekjes, me qëllimin që ata të mund të kthejnë rrugë dhe t'u jepë ndonjë mundësi pendimi e rregullimi. Por nëse ky dënim u jepet pas vdekjes, në jetën e varrit, atëherë ata nuk kanë më mundësi për t'u kthyer. Çdo dënim në jetën e kësaj dynjaje u jepet njerëzve me qëllim që të kthehen dhe të pendohen. Siç thotë i Madhruari, e keqja është shfaqur në tokën e det për shkak të asaj që bën duart e njerëzve që ata të shijojnë një pjesë të ndëshkimit që meritojnë dhe me shpresë që të kthejnë rrugë nga keqja. Rund 41. Kush është zullumçar më i madh se ai që është këshilluar me argumentet e Zotit të tij, e shmanget prej tyre? Na, me të vërtetë, do t'i dënojmë mëkatarët. E kush është më i padrejtë se ai të cilit i lexohen ajetet e Zotit të vet, e pastaj u kthen shpinën atyre? Piçuditse nuk ka më të padrejtë dhe keqbërës se sa ata të cilëve u tërhiqet vërejtja dhe këshillohen përmes ajeteve kuranore të Zotit dhe nuk marrin mësim. Allahu i Madhruar ua bën të mundur që ata t'i dëgjojnë dhe shohin argumentet e tij duke u treguar kështu mëshirën e madhe dhe faktin se ai dëshiron t'i udhëzojë dhe të përkujdeset për ta. Allahu i lartësuar e ka plotësuar mirësinë e tij mbi njerëzit kur u ka dhënë atyre shpaljet përmes profetëve të tij. Nëpërmjet këtyre shpaljeve e profetëve ai jep njeriut udhëresa dhe udhëzime që rregullojnë jetën e dynjas dhe çështjet e fesë dhe i ofrojnë robit mirësitë të kësaj dynjaje dhe të ahiretit. Gjithashtu ai ndalon dhe i porosit ata të largohen nga çdo gjë që i dëmton ata në dynjan dhe në fen e besimin e tyre. E gjithë kjo përkujdesje dhe mirësi e dhuruar nga Allahu duhet ta bëjë njeriu që t'i dorëzohet tërësisht Allahut me iman të pastër, korrekt dhe të sinqertë, me nënshtrim për të jetuar sipas këtij imani, për të adhuruar Zotin sipas tij dhe për të shprehur mirënjohjen e plotë për të. Por njerëzit tregohen shumë të padrejtë dhe i kundërpërgjigjen kësaj mirësie me të kundërtën e asaj që u përmend. Ata nuk besojnë me besimin e pastër korrekt dhe të sinqertë, as nuk e pasojnë udhëzimin dhe shpaljet e Zotit dhe rrugën e profetit, por i kthejnë shpinën dhe e flakin tuqe këtë mirësi që u jep Zoti. Këta lloj njerëzish janë nga më të mëdhenjt keqbërës e të padrejtë, të cilët e meritojnë zemërimin dhe dënimin e Zotit. Prandaj edhe ai tha, padyshim, ne do të hakmerremi kundër keqbërësve. Na, madje, ja kemi dhënë librin Musait dhe mos dyshon në takimin me të, dhe e kemi bërë atë librin udhërfyes për bijtë e Izraelit. Në ajetet e mësipërme, Allahu i Madhruar përmendi argumentet dhe ajetet e tij, nëpërmjet të cilave këshillon dhe kujton robëritë e tij për çështje të rëndësishme. Mes këtyre shenjave dhe argumenteve, ai përmend Kur'anin që ja shpalli Muhamedit asë. Në vijim, ai na tregon se shpalja e librit nuk është diçka e re dhe e panjohur për njerëzit. Po kështu, edhe dërgimi i një profeti me libër të ndritur nuk është diçka e re, që nuk ndodhi më parë. Me herët Allahu i Madhruar dërgoi Musain dhe i dha atij Teuratin, në të cilën ka përgëzime të shumta edhe për ardhin e Muhamedit dhe për shkrimet të Kuranit. Nga ana tjetër, edhe Kurani është vërtetuesi i Teuratit dhe i profecisë së Musait. Kështu, profetët dhe librat e Zotit vërtetojnë, mbështesin dhe përputhen me njëri tjetrin. Kjo tregon se ata janë nga i njëjti burim dhe se janë të vërtetë prej Zotit. Ne edhe Musait i patëm dhe në librin e parë. Prandaj ti, o Muhamet mos ke dyshim në atë, shpaljen që po të jepet prej Allahut. Argumentet e së vërtetës dhe shenjat e qarta të saktësisë kanë ardhur në të gjitha shpaljet e Zotit, prandaj nuk ka vend për dyshime dhe hezitim. Ne e bëm atë, librin e Musait udhëzim dhe dritë për bijtë e Izraelit. Librin që i dha Musait, Teuratin, e bëm udhëzim dhe dritë për bijtë e Izraelit. Përmes tij, ata gjenin rrugën dhe dritën për të njohur themelet e fesë dhe besimit, si dhe sharimet e hollësishme që i shkonin asaj epoke e vendi kur jetuan bijtë e Izraelit. Ajo shpalje ishte e veçantë vetëm për popullin e bijve të Izraelit. Ndërsa Kuranin e madhërisëm, Allahu i Madhëruar e bëri udhëzim dhe dritë për të gjithë njerëzit dhe popujt. Ai është udhëzim për të gjitha krijesat që ato të gjejnë dritën dhe udhën e drejtë në të gjitha çështjet e tyre, si në çështjet e dynjas, ashtu edhe të fesë dhe besimit të tyre, deri në ditën e Kiametit.
Kurani është shpallur për të gjithë njerëzimin, në çdo kohë dhe në çdo vend, sepse është një udhëzim dhe dritë e plotë, që qëndron mbi çdo fjalë dhe udhëzim tjetër, siç thotë i Madhruari, nuk ka dyshim se në pllakën e ruajtur Levi Mahfut e ne, ai Kurani është i lartë dhe plot urtësi. Zoruf 4. Na, prej tyre, kemi bërë udhëheqës, të cilët udhëzonin me udhërat tona, me që ishin të durueshëm dhe besonin bindshëm në argumentet tona. Ne nxorëm ndërta prijes që me urdhrin tonë udhëzojnë njerëzit. Në udhën e drejtë, nga mesi i bijve të Izraelit, Zoti zgjodhi disa e i bëri, prijes, që me urdhrin tonë udhëzojnë në udhën e drejtë, do me thënë, dietarë rreth ligjit të Zotit dhe rrugëve të shumta të udhëzimit. Ata ishin të udhëzuar dhe udhëzues për të tjerët nëpërmjet dritës së diturisë që Zoti u dhuroi. Libri që Zoti u shpallë atyre ishte udhëzimi dhe drita, ndërsa ata që e besuan këtë libër ishin dy kategori, 1. Udhëheqës dhe imam, që udhëzonin dhe mësonin edhe të tjerët me dritën e diturisë që Zoti u fali, duke i nderuar me të. Pasues që udhëzoheshin dhe merrnin mesim nga këta udhëheqës të mirë. Këta të fundit ishin të gradave të ndryshme në varësi të pasimit të dritës së sjellë nga Zoti. Ndërsa grupi i parë, sigurisht, që qëndronin në gradë më të lartë. Ata vinin më njëherë pas gradës së profetëve, kjo është grada e të sinqertëve. Këtë gradë të lartë ata arritën nëpërmjet durimit për të mësuar diturinë e dobishme për t'u mësuar të tjerëve, nëpërmjet të devotshmërisë dhe ftesës së njerëzve në rrugën e Allahut dhe duke duruar vështirësitë dhe mundimet gjatë kësaj rruge. Gjithashtu, ata e ruajtën veten nga gjinohet dhe poshtërsitë dhe u treguan shumë të vëmendshëm, që gjithmonë ta frenonin veten, sa herë që epshet dhe dëshirat i nxjesnin për t'u harruar në argëtime e kotësi. Ata ishin gjithmonë të matur dhe të kujdesshëm. Allahu i lartësuar thotë, ja kështu ndodhi, sepse ata ishin durimtar dhe kishin dituri të mëdha. E të sigurt për argumentet tona. Në lidhje me imanin e librat e argumentet e Zotit, ata arritën gradën e sigurisë së plotë, pra, të diturisë së plotë dhe të sigurt, që prodhon dhe sjell punë të mira, sipas diturisë. Ata ndoqën hapat e duhur për të mësuar diturinë e dobishme nga burimi i saktë dhe i sigurt i Zotit, i vetmi burim që sjell sigurinë dhe largon çdo dyshim, pra, nga shpallja e Zotit. Ata ishin gjithë duke mësuar çështjet dhe argumentonin vazhdimisht në faktet e shumta të sjella nga Zoti dhe profeti, derisa arritën atë gradë të lartë të sigurisë së plotë në çdo çështje të Zotit dhe shpalljes. Kështu, me durim dhe siguri e diturit të plot arrihet grada e udhëheqësit imamit në fenë e Zotit. Por kishte edhe çështje për të cilat bijtë e Izraelit ranë kundërshti. Pati prej tyre që ja çeluan të vërtetës dhe pati që nuk ja çeluan, ose me vedia ose gabimisht. Thoti Madhruari, me të vërtetë, Zoti yt do t'i gjykojë në mes tyre ditën e Kiametit, për atë që e kundërshtuan njëri tjetrin. S'ka dyshim se është Zoti yt ai i cili do të gjykojë mes tyre në ditën e Kiametit për çdo gjë rreth së cilës kundërshtoheshin. Edhe Kurani tregon disa nga çështjet për të cilat ranë kundërshti bijtë e Izraelit. Sigurisht, nëse Kurani na vërteton njërin prej tyre, kjo tregon se ajo është e vërteta dhe çdo gjë tjetër është gabim dhe e kotë. Vallë, a nuk u është e qartë atyre se sa popull i kemi shkatëruar në para tyre në përshtëpijat e të cilëve ecë? Me të vërtetë, në këto ka argumente e ata nuk po dëgjojnë këshillat. A nuk marrin mësimata? Mohuesit e profetëve nga gjithë ato breza që kemi shkatëruar para tyre, në përmendvanimet e të cilëve shpesh kalojnë. A nuk shërben këtë ndodhi si argument për këta që i mohojnë profetët dhe si udhëzim për t'i drejtuar tek e vërteta? Edhe popujt e shkuar që Zoti i shkatëroi ndoqën të njëjtën rrugë si këta mohuesit e sotëm. Le të udhtojnë dhe të ecin përmes vendbanimeve të tyre dhe të shohin me sytë e ballit si përfunduan ata, siç ishte populli i Judit, Saliut dhe populli i Lutit. Me të vërtetë në ata, vendet e shkretuara ka argumenta të shumta. Ka argumente për besnikërinë e profetëve që u dërguan ndër ata popull, për kotësinë dhe rrugën e humbjes ku ishin zhytur ata të mirë. Ata ishin zhytur në idhujtari dhe poshtërsi larg shpaljeve të Zotit. Këta ajete na tregojnë se çdo kush që bën të njëjtat vepra si ata popull, do ta pësojë një lloj si ata. Këto ajete na tregojnë, gjithashtu, se Allahu i lartësuar do t'i ringjallë robërit për t'i shpërbyer në ditën e ringjalljes dhe të ubimit para tij, kur të thirrën për t'u bashkuar të gjithë në vendin e të ubimit, ata nuk po dëgjojnë me vëmendje. Piçuditsa nuk i dëgjojnë dhe kuptojnë ajetet e Allahut. Nëse i dëgjojnë me kujdes dhe dëshirojnë për t'i kuptuar, ata me siguri kanë për të përfituar. Kështu do të ndodhte nëse do të ishte një dëgjim i kujdesshëm dhe i mirë, si dhe një logjik e shëndetshme e rregullt. Kështu, ata nuk do të vazhdonin të ishin në gjendje mosbesimi e poshtërsish, që e bëjnë të pashmangshëm dënimin e ashpër të Zotit. Vallë, a nuk shohin ata që ne, me të vërtetë dërgojmë ujin në tokën e shkretëruar, e me të nxjerrim të lashtat, me të cilat ushqejnë shtazët e tyre dhe ata vetë, a ata madje nuk po shohin. Pikçuditse. A nuk e shohin ata se ne çojmë ujin në tokën e shkretëruar?
A nuk e shohin me sytë e tyre këtë mirësitë e madhe që o kemi dhuruar dhe urtësinë tonë të plotë absolute? Ne dërgojmë ujin nëpërmjet qyt ose lumenjve në tokë shkretuar, ku nuk ka bimësi, dhe me të nxjerrim bimë prej të cilave ushqehen kafshët e tyre dhe ata vetë. Nxjerrim bimësi të shumëllojshme, të cilat i hanë bagëtit dhe njerëzit gjithashtu. A nuk kanë sy të shohin? E të kuptojnë? Pikë ditë se a nuk i shohin këto mirësi? Nëpërmjet këtyre mirësive marrin jetë vendet dhe krijesat e shumta që mbushin tokën. A nuk i bën ky shikim që të hapin sytë e zemrës dhe të shpirtit dhe të shohin dritën për të gjetur rrugën e drejtë? Por ja që shumë nga ata i ka zënë verbëria dhe i ka vënë poshtë pakujdesia dhe haresa. Ata nuk din të shohin ashtu si shohin burrat e urtë dhe të mençur. Ata shohin si të pakujdesshmit e mendjelehtë dhe çdo gjë e mbrapshtu duket normale. Ata nuk arrin të shohin dritën që t'u jepet sukses për të mirën dhe besimin. Dhe ata thonë, kur me fitoria dita e kiametit, nëse thoni të vërtetën. Ata thonë, kur do të përmbushet ai premtim. I Zotit, nëse po thoni të vërtetën. Piqëditë e keqbërësit e mos besimtarët kërkojnë që të mbutë dënimi që u kërcënohet, sepse ata mohojnë profetët dhe shpaljet. Me këtë tregojnë se nuk i besojnë ringjalljen. Ata tregojnë, gjithashtu, kokëforcin, kryenëqësin, inatin dhe urrejtjen e tyre ndaj së vërtetës. Kur do të përmbushet ai premtim i Zotit, nëse po thoni të vërtetën. Piqëditë se kur do të vijë ajo ditë, kur do të bëhet ndarja mes nesh dhe jush, kur do të vijë dita kur ne do të dënohemi sipas pretendimit tuaj. Kështu drejtoheshin ata profetëve, madje thoshin edhe, nëse po thoni të vërtetën. Me këtë fjalë, ata pretendonin e metonin se profetët nuk thoshin të vërtetën. Thuaj o Muhamedi, ditën e gjykimit nuk do t'u bëj dobi mohuesve besimi i tyre e as që do t'u jepet afat. Thuaj, ditën e gjykimit, mohuesve nuk do t'u bëj dobi besimi i tyre as që do t'u jepet afat. Atëherë kur do të ndodhë ndarja mes nesh, ajo është dita kur ju do të ndeshkoheni. Njëja asaj dite nuk ka për t'ju sjellë asnjë dobi, sepse kur do që të vijë ajo, kjo do të shënoj fundin e afatit tuaj. Atë ditë nuk do të keni mundësi të rregulloheni dhe të besoni, sepse çdo gjë do ta shihni qartë. Nëse do t'ju jepej mundësia të rregulloheshit e të besonit, atëherë do të kishte kuptim kjo pyetje që ju bëni. Por duke qenë se kur të vijë ajo ditë, nuk do të ketë asnjë dobi për ju, kjo pyetje është e pakuptim. Me ardhin e asaj dite nuk ka me kthim për robërit, sepse ka përfunduar koha e sprovës dhe përzgjedhjes. I lartësuari thot, ditën e gjykimit, mohuesve nuk do t'u bëj dobi besimi i tyre as që do t'u jepet afat, sepse tashmë nuk ka me besim tek e fshehta, por besim tek e dushnja. Atyre nuk do t'u jepet afat që të rregullojnë atë që prishën dhe që të besojnë. Pendimi nuk ka për t'u pranuar prej tyre. Andaj, ti shmangu nga ata dhe prit, edhe ata me të vërtetë po presin. Ndaj ti largo, distanco prej tyre dhe prit. Nëse ata arrin në këtë gjendje ignorancë e arrogancë dhe kërkojnë mbuqjen e ndeshkimit, atëherë distanco prej tyre dhe prit për të parë se çfarë do të ndodhë me ta. Dënimi është i pashmangshëm për ta, por Allah ka vendosur një afat, i cili nuk shpejtohet e as nuk vonohet se edhe ata janë duke pritur. Edhe ata po presin për ty lloj ligësish dhe fatkeqësish. Por le ta dinë se përfundimi i mirë i takon devotshmërisë ndaj Zotit. Këtu përfundon tefsiri i surës Sejdë me ndihmën e Allahut dhe mirësinë e Tij. Atij i takon lavdërimi më i plot, të gjitha për lëvdimet e madhrimi.